përshkruhet si kryetari i UÇK-s apo që ju e njihnit atë si kryekomandant UÇK-s? Po, unë jam pyet nga gazetari dhe normalisht jam përgjigj. Ashtu, Rugova ishte president i zgjedhur me votë në vitin 90 dhe ishte njifej jo vetëm nga shqiptarët e Kosovës, por botërisht që ishte lider politik i shqiptarëve të Kosovës. And in your answer, Në përgjigjen që ju sapo tha tani është që ju ka bërë pyetjen gazetari dhe ju jeni përgjigj këtu e keni fjalën për gazetarin e Kombit. Kurhasku që ka përgadit artikullin dhe ka botu në Kombi. Ju kujtohet që të keni thënë gjëra të ngjashme, për shembull për Ibrahim Rugovën, edhe në intervistat e tjera që i keni dhënë për media në vitin 98 dhe 99? Deri në fund unë i kum pas këto qëndrime kur jam pyet nga gazetarët. Unë edhe në fazën përgatitore ju kam shpjegu qëllimet e intervistave të mia, edhe arsyen pse unë jam prononcu ashtu, dhe që ju kom thonë se në intervistat e mia ju kom përmbajt konventave ndërkombëtare për propagandën në luftë, të cilat ndalojnë thirrjen për dhunë civil, thirrjen ose nxitjen për dhunë në njerëz personat mendimeve të ndryshme politike, ndalojnë thirrjen për dhunë në përdallime nacionale, gjinore, fetare, racore, që ndalojnë thirrjen për dhunë mbi objektet fetare, çfarëdo feje koft, objekteve kulturore, historike, të cilit do nacionalitet në territorin ku luftohet, dhe unë ton kohën në intervistat e mia dhe në luftën time propagandistike kundër forcave serbe dhe për lirinë e Kosovës, që unë e konsideroj kjo ka qenë një prej armëve të mia të fuqishme, ju kam përmbajt këtyne kodeve, këtij kodi. Dhe askund nuk gjeni që unë i kam thy këto rregulla në intervistat e mia. Mund ta heqim të dokument dhe dëshiroj që të nxjerrim edhe një herë librin e dëshmitarit me numër 002 viz3041 deri në 3143 me përkthimin në anglisht me numër 002 viz3080 deri në 3141. Vizet në të dy rastet të shohim faqen e numër 3096 që duhet jetë faqa 56 në PDF në shqip dhe faqa 17 në anglisht. in fact, it's 55, sorry. 56. 55. Në sakt në shqip. Should be page 7. Dhe faqa 17 në anglisht, nëse nuk e kam gabim. That's right. Po, kjo është. Do të lexoj nga paragrafi parë në anglisht në këtë faqe, në shqip pjesa e majt. Dëshmitar është një tjetër faqe nga libri juaj, për cilin kemi folur sot dhe dje. Unë do ta lexoj në anglisht, ju mund ta ndiqni ose në ekran ose përmes përkthyesit me gojë. Këtu thoni kështu: unë, në fillim të korrikut, pata bërë një prononcim për gazetën Kombi, se jam për institucionalizimin e UÇK-s, se jam kundër formimit të Ministrisë së Mbrojtjes dhe shtabit në Tiranë. Ku në klapa thoni në atë kohë pat ardhur edhe Tahir Zemaj me oficerët mbyll llapat. Dhe në këtë intervistë dola haptazi, me qëndrime shumë konkrete, që të mos krijohet shtabi në Tiranë,
Se ne kishim shtabin në Kosovë. Kishim njohuri që Bislim Zyrapi ishte bërë shefi shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Me Bislimin kisha kontakte qysh në Tiranë dhe unë punoja me urdhrat të tij. Ai edhe pat ardhur në re këtë keqe, si u zgjodh shefi shtabit të përgjithshëm të UÇK-s. U krijua një lidhshmëri. U krijua një linjë subordinimi që nga njësit më të vogla deri tek SHP i UÇK-s. U krijuan themelet e një ushtrie të rregullt dhe unë dola haptasi që kjo ushtri të institucionalizohej, por jo me shtab në Tiranë, siç dëshironte Bukoshi. Bujar Bukoshi duhet të vinte në Kosovë e duhet të pranonte strukturat që ishin krijuar në Kosovë. Kjo lidhej drejt edhe me informatat që kisha unë për formimin e një qeverie. Për çdo bisedat i bënte Christopher Hilli. Prononcimet e mia ishin që të bëj institucionalizimi, por jo pa marrëveshje me UÇK-n dhe në frymën e atyre përpjekjeve që i bënte Hilli në takimet për krijimin e një strukture, një subjekti, një qeverie që do të përfshiheshin të gjithë. Dëshmitar, informacioni i marr nga ky libri juaj i sakt. Këtu vetëm një dallim i vogël është kur ka ardhur Bislimi në Rekeqe ka thonë që ka tregu që është duke e ngrit drejtorinë operative të shtabit përgjithshëm. Pra ishin përpjekjet për tu kriju drejtoria operative dhe ai ishte i zgjedhur. Ishte emnu ose ishte caktu. Dhe unë këtë e merrsha si një diçka shumë pozitive, që po krijohet struktura organizative e niveleve më të larta të ushtrisë. Dhe përpjekja ime ishte e vazhdueshme dhe thirrja që ushtria shqiptare e Kosovës të institucionalizohet. Se vetëm në atë mënyrë ne mundeshim më shpejt me bind faktorin ndërkombëtar dhe më ardh deri te bisedimet të cilat u zhvilluan pastaj në Rambuje. Çdo luftë fillon me armë, por përfundon në tavolinë bisedimeve. Unë isha për atë, do thotë. Kjo ton kohën ka qenë vija ime e prononcimeve. Institucionalizimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kur jam caktu për antarët për një prej 5 antarëve të Ministrisë Mbrojtjes në Tiranë, me shkrim nga Ahmet Kasniqi, në muin prill 98. Unë e kam refuzu. Unë edhe Agim Qela i kemi refuzu pozitat. Kemi thonë, unë i kam thonë edhe Ahmetit vet, Ahmet Kasniqit. Lufta nuk bëhet në Tiranë, lufta bëhet në Kosovë. Dhe vendi jonë është vendi i ushtarakëve, është në Kosovë. Në Kosovë duhet vinë të gjithë. Kjo ka qenë vija ime. Dikun aty këtu e kam egzageru, mirë po intervistat e mia kryesisht janë këtu. Kanë qenë ofruese, kanë qenë mobilizuese, kanë pas jehon të madhe në popullatën civile shqiptare, kanë pas jehon të madhe në ushtarët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, përkrahje të madhe kanë pas, edhe ky ka qenë synimi i paraqitjeve të mia. Unë jam pyet gjithmonë për gazetarëve dhe nuk kam mujt me ju ik pyetjeve. O dasht me dhon përgjigje. What month and year? Në cilin muaj dhe vit ka ardhur Bislim Zyrapi në Rekën e Keqe derisa e ngriti drejtorinë operative? 17 korrik 98, se atë ditë ka fillu beteja Rahovesit, ndiheshin krizmet dhe ai ka ardhur, ka treguar që po ka fillu ngritja e drejtorisë operative, që ai do të është përgjegjës, edhe normalisht që është dashur një herë mas pari me i vizituar të gjitha territoret që janë nën kontrollin e UÇK-s, të gjitha njësitë për me pas figurën e qartë, fotografinë e qartë se sa ka territore, cilat janë vijat, kush janë përgjegjësit,
me çfarë infrastrukture ushtarake disponon ushtria shqiptare e Kosovës për me mujt pastaj me operuar nga drejtoria operative e Shtetit përgjithshëm. Çdo kund bëhet kjo ashtu, çdo ushtri. In the excerpt from Dhe kjo pjesë nga libri juaj që lexova ju përmendni që keni dhënë prononcime për gazetën Kombi. Është po e njëjta intervistë që ju e keni përmendur edhe në intervistën për të PNJ-n dhe intervistën që e keni dhënë kësaj prokurorie që sapo e lexuam? Jo, kjo intervistë, po. Ka shumë intervista, në librin tim janë botuara një 5 ndo këtë intervista. Për Kombin, për Zerin, për... how many Sa intervista ju kujtohet ti keni dhënë Kombit në korrik të 98-s? Por pastaj kam dëgju që pjesë nga ajo intervistën morën nga gazeta tjera dhe me cilat është pretendu që ata kanë bo intervista me mu. when did you hear? Kur e keni dëgju këtë? E kam dëgju kur mi keni prezentu ju. Kur ju kanë prezentu çfarë? Një revistë të botuar në Tiranë nga Ministria e Mbrojtjes së Qeverisë Kosovës. And when I showed, Kur ju atë regova atë revistë, çfarë ishte që ju bëri të besonit se ishte riprodhim i asaj që ishte botu te Kombi? Takt, do të thot nga Kombi, nuk ishte pas ndryshime në përgjigjen time në pyetjet që mi ka bo gazetari i Kombit. we'll get to that. Do të kthehemi pastaj revistës pak më vonë. Këtë dokument mund të heqim nga ekrani tani, dëshmitar. Në intervistën që keni dhënë ZPS-s dhe gjatë përgatitjes, ju përmendni se keni takuar Hashim Thacin për herë të parë në Prapaqan në gusht 98-s. Po ju pyes, kjo është e vetmja herë që jeni takuar me Hashim Thacin në gusht 98-s? Kjo është e para herë që jam taku. And Thoni Prapaqan në gusht 98, kështu? Prapaqan në gusht 98. Një 3 ditë para se me ra logja. now, Në gusht të vitit 98, veç një herë e keni takuar Hashim Thacin, apo jeni takuar me të përsëri në gusht? Në gusht jam taku edhe në Kleçk. Ka qenë 2 ditë para se me ra Kleçka, 2-3 ditë në shtëpinë e Zener Shalës ku isha i strehum si plagosë në rrugë. now, what, Ky takim që ka ndodhur në Kleçk ishte përpara apo pas takimit tuaj me Hashim Thacin në Prapaqan? Prapaqan. and you mentioned Dhe e thatë që ishte 2 ditë përpara se të merri Kleçka. Në datë të cilit muaj është marrë Kleçka? Kleçka ka ra me 25 gusht 98. was anyone Ishte dikush tjetër i pranishëm me Hashim Thacin në atë rast? Në Kleçk? Komandant Kumanova dhe unë besoj që ai e ka sjell, e ka marrë me vete Hashim Thacin.
ishte vizita e tij, më duket e punës në lidhën në atë për çka ka bisedu komandant Kumanova me mu. To be clear, Që t'jemi qartë që ishte vizit pune e tij, për cilin bëhet fjalë, kush e kishte këtë vizit pune? Që komandonte me pozicionet në Luzhnicë dhe në Kleçk. what was command? Si quaj në të vërtet komandant Kumanova? Pas lufte kom marrë vesh që ka qenë Ismet Jashari. Is Commander Komandant Kumanova, pra Ismet Jashari, a është gjallë sot? Ajo është vrarë me ditën e sulmit në pozicionet e Luzhnicës me 25 gusht 98. To be clear, Që t'jemi të qartë, ju thoni më 25 gusht, 98, atëherë ka vdekur komandant Kumanova? No. Komandant Kumanova, çfarë tha, nëse tha, në një gjë, çfarë të tha ty në këtë rast në Kleçk, kur u takuat? është mundu me mi spjegu si e ka organizu mbrojtjen e pozicioneve në Luzhnicë, që mos me depërtu forcat serbe për në Kleçk, edhe pozicione tjera. Dhe më kujtohet shumë mirë se kemi bisedu rreth atyne pozicioneve edhe çka duhet ndërmarrë që të përmirësohen pozitat. Më kujtohet shumë mirë që e lam që pas një ditë e dy ajt vjen dhe të me merr ashtu të plagosën dhe të shkojnë në vend ngjarjes t'i shoh vet pozicionet. Këto kemi bisedu, pra këto gjëra i kemi bisedu me te. Më kujtohet kur i kom thonë që ai ka siguru krahun e djathtë dhe të majtë të pozicioneve. Më ka thonë që anej është mal dhe nuk mund të vinë. Forcat serbe kom thonë bash anej ka mal i vinë. Se këtë problematikun e kum pas në Morin 98. Këtë përvoj. while Commander Ndërkohë, më falni, kur të dha komandant Kumanova këto informacion, Hashim Thaçi, a ishte i pranishëm? A e dëgjoi dhe ai ato çfarë tha komandant Kumanova? and did Hashim Hashim Thaçi, a tha ndonjë gjë lidhur me këtë temë? Lidhur me këtë që tha komandant Kumanova, sa e takon organizimit të pozicioneve mbrojtëse apo jo? Nga 3 herët që në taku me Hashim Thaçin gjatë luftës në Kosovë, është e vetmja herë që Hashim Thaçi ka folë. Pra në të dy tjerat, në Prapaqan dhe pastaj në Ladros, nuk ka folë. Aty e ka pas, më kujtohet, intervistën time në Kombi, edhe ka thonë që kam thonë shumë fjalë të mira në te. Pra më ka lavdu që shumë gjëra të mira kom thonë në atë intervistë, por që me disa gjëra nuk pajtohet me mu. Nuk i ka cek cilat. and just for clarity, Që ta sqarojmë, Hashim Thaçi të tha që pajtohe me disa nga gjërat që ke thënë, por nuk pajto me disa nga gjërat e tjera që ke thënë Kombit. Në Kleçk ta tha këtë, në gushtën 98-ës? Vetme që ka folë Hashim Thaçi me mu në luft, edhe ajo kujtohet. Më ka thonë me shumicën e gjërave, pra me shumë që ka kom folë në atë intervist, o shumë e mirë, por vetëm me disa gjëra nuk ishte pajtu me mu, dhe thot, kaq. do you recall Atë kujtohet çfarë kishte veshur Hashim Thaçi në këtë rast? E ka pas, duket të njëjtën uniformë ushtarake ka pas.
And do you recall Atë kujtohet nëse kishte ndonjë gjë me vete Hashim Thaçi kur të foli në këtë rast? Kujtua çfarë armë ka pas, me thonë drejtën me vete. I'm not asking Po themi për armë, nuk tham armë. A kishte ndonjë gjë me vete? A mbante gjë në duar? A ju tregoi ndonjë gjë? Jo domosdoshmërisht armë. Asgjë tjetër, nuk e fol asgjë tjetër. Unë biseda ka qenë e përqendruar e komandant Kumanovës me mu. You mentioned that Hashim Ju thatë që Hashim Thaçi bisedoi me ju për intervistën Kombi. Ai me vete, a kishte ndonjë kopje të kësaj interviste? Mishetiç kundërshtoi o suggestionuese. Gjykatësi është suggestionuese, pranohet kundërshtimi. Prokurori. Dëshmitar, a ju kujtohet që gjatë intervistës më zëvëthën këne thënë që kishte një kopje me vete, Mishetiç kundërshtoi. Tani po përpiqet që të vej në dyshim besueshmërinë e dëshmitarit, nuk po ve në dyshim besueshmërinë e dëshmitarit, po përpiqem të bëj një sqarim. Mishetiç, atëherë kam një parashtrim pa pranimin e dëshmitarit. Yes, witness your Dëshmitar, duhet largoni pak çaste nga salla e gjyqit. Do largoni tani nga salla e gjyqit në shoqërinë e asistentes së sallës. Go ahead. Mr. President. Mishetiç, unë kundërshtim e bëra të qartë. E ka pyetur për proces verbal, a mbani mend të kishte gjë me vete Hashim Thaçi kur bisedoi me ju në këtë rast? A ju përgjigj, nuk më kujtohet çfarë armë kishte, pyetjes, po ju them për armë. Në përgjithësi, a kishte diçka me vete? A mbante gjë në duar? A ju tregoi diçka? Përgjigje jo, asgjë tjetër. Çfarë është kjo pikë? Tani vjen prap pyetja. Pasi u pranua dhe kundërshtimi im, bëhet sërish pyetja. Dëshmitar, a ju kujtohet që gjatë seancës përgatitore dhe tani po përdor shënim përgatitor numër 2 që ta orientoj në mënyrë që të kontradiktoj përgjigjen që sapo tha. Kur tha ju, ai s'kishte gjë me vete, s'kishte asgjë në duar. E kundërshtoj. Nëse doni të vazhdojmë në këtë formë, atëherë duhet të na sqaroj pse po e bën këtë për të rikujtuar dëshmitarit apo për të vënë dyshim besueshmërinë e tij, dhe kjo është specifikuar në rregull 143. Paç, nuk kemi fare në fazë për kërkuar leje sipas rregullit 143. Unë po përpiqem t'ja kujtoj, nëse i kujtohet, a e ka thënë diçka gjatë seancës përgatitore. Nëse i kujtohet mirë, nëse nuk i kujtohet, atëherë me lejen tuaj do doa t'i tregoj dokumentin përkatës. Nuk është provë kjo. Është thjesht një pistë pyetjesh që po përdorim, ne sepse para një jave dëshmitari ka thënë diçka dhe tani po thot diçka tjetër. Gjykatësi, atëherë po, mos e lusni atëherë që të përgjigjet siç doni ju. Bëjeni pyetjen ju thjesht dhe mos e tytni më shumë. Prokurori, synimi im është që ta pyes kështu. A ju kujtohet që gjatë seancës përgatitore thatë që zoti Hashim Thaçi kishte një kopje të intervistës së Kombit me vete kur bisedoi me ju? Kjo është pyetja që do t'i bëj dëshmitarit. Gjykatësi do ta lejojë këtë pyetje. Go further without. Por mos e thelloni më tej. Në prokurori patjetër. You may bring the witness back. Mund të sillni dëshmitarin në sallë. Thank you. Prokurori, dëshmitar. Po bisedonin para një çasti për Kleçkën, gushtin 98-s, ku jeni takuar me zotin Hashim Thaçi dhe komandant Kumanovën. Dhe unë kam këtë pyetje. A ju kujtohet që gjatë seancës përgatitore tha që Hashim Thaçi kishte një kopje të intervistës për gazetën Kombi me vete gjatë këtij takimi? Do përgjigjem me po ose me jo, dëshmitar? Did you meet Hashim?
A jeni takuar sërish me Hashim Thaçi në 98-ën ose në 99-ën? Jam taku në tetor, në 88 në Ladras. Was Hashim Thaçi Hashim Thaçi, a ka qenë vetëm kur e ke takuar në Ladrovës në tetor të 98-ës? Gecin edhe me një shoqërus që i thonin Raketa. and where Ku jeni takuar në Ladrovës, specifikisht me këta tre persona, në cilin vend në Ladrovës? Takuar rasisht në rrugë, ata kanë qenë duke lëviz me vetur për fshatin Senik, unë isha me djalin në Dajs, Gjevat Buqajn, duke ecë për të rehabilitu ma shpejt, bëjsha disa kilometra ecje në ditë. Dhe imi taku rasisht. you mentioned they were going Thatë që po shkonin në fshatin Senik. Tim të Senikut, unë nuk di për ku tjetër, po në drejtim të Senikut, po. do you know A e dini pse po shkonin në drejtim të Senikut në këtë rast? Pastaj në takim me ta mora vesh që tërhiqeshin disa të plagosur për Shqipëri dhe Sabit Geci me ta. you mentioned Raket Përmendët Raketën, që ka qenë i pranishëm. Por Raketa ka qenë antari i UÇK-s në atë kohë, në tetor të 98-ës? Në uniformën e UÇK-s. did you know then E dinit ju në atë kohë, apo mësuat më vonë, çfarë roli kishte Raketa në UÇK? Në tonë kohën shoqërues i afërt i Zotit Thaçi, edhe kur ka qenë kryetar partie, kryeministër, sa di unë edhe president, ai ka qenë një shoqërues i afërt i tij. and do you know what Raket A e dini çfarë roli kishte Raketa gjatë luftës? you mentioned they were going Ju tha që po shkonin me veturë. Kush e voziste veturën në këtë rast? and am I understanding correctly that A e kuptova drejt, pra ju I pat këta në rrugë, kështu? did you see them anywhere Po, përveç se në rrugë, a I pen ndonjë vend tjetër? Lam takimin që ata të ndalemi dhe të bisedojmë bashkë në shtëpinë e Shefqet Buqajt, që ishte me nofkën komandant mësuesi. Dhe ata shkuan aty me kerr, unë djali Dajës shkum kom se ishte afër. and did you then meet Më pas, u takove me Sabit Gecin, Hashim Thaçin, dhe Raketën me falni tek shtëpia e mësuesit? Odën e Shefqet Buqajt, ka qenë edhe Shefqet Buqaj aty. did Hashim Thaçi Në këtë rast, a bisedoi Hashim Thaçi me ju, qoftë kur e takuat në rrugë apo në odë? S'ka fol kur I fjalë aty, se une ishte befasi edhe për mua edhe për Sabit Gecin që e takova aty, për shkak se Sabitin une e njefsha nga Slovenia. Pra, e njefsha prej viteve 89-90.